Përshëndetje nga Mami Vitrina, duhet të kthehemi në punë se kemi një fëmijë për të rritur dhe sot do bëjmë një video interesante, do të mbyllim syt dhe do të shikojmë nëse unë do t'i njoh aq mirë aromat e këtyre shampove shkum apo jo. Tani kam improvisuar këtë se nuk isha një ditar për syt. I hedhim aromat në një gotë dhe i nuhasim. Kjo dallohet 100 metër larg, është limon. Vazhdoj me aromën tjetër, shpresoj ta gjej. Lule shtrydhja. Ndërsa te kjo kisha gjetur vetëm ngjyrën dhe jo aromën. Ua, kjo ka aromë të lehtë, mos është ajo boqelli? Se nuk e di emrin fiks, me tiramisu. Dhe nuk e di pse m'ishte ngulitur tiramisuja në tru. Kjo është ajo me tiramisu. Ose ajo me... Jo, është ajo me kështu. Me cheesecake. Cheesecake-u është. Kjo është aromë tropikale kokosi. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia. Kjo është qershia se të kam përdorur këtë periudhë. Dhe këtu Vasa filloi të bëj hile. Kjo nuk është shampo. Ajo ba dyshim e rimere. Se gjova që nga spray.